Pregatitja e kolureve. Koluret mund t'i pregatisim me krip ose mund t'i pregatisim edhe me sheqer. Koluret pregatiten vetëm me miell gruri, por mund të pregatiten edhe me miell misri dhe me miell gruri të dyja bashk. Për të pregatitur koluret, duhen 2 vezë, gjys godë qumësh, si dhe vaj ulliri si pas dëshirës ose 150 gram gjalp. Mbasi kemi rrahur mirë përbërjen me qumësh, me vezë dhe me vaj, ku kemi hedhur edhe pak sheqer, por edhe një majlugë krip, vazhdojmë me miellin të cilin e përzijem bashk me miellin e misri dhe miell gruri dhe me pak fryrës të cilën e përdorim për llojra të ndryshme të ëmbëlsirave. Mbasi bashkojmë të dyja bashk, këto janë gati për të pregatitur sipas formës që duam. Piqen në temperaturën 125 deri në 150 gradë Celsius, ku varet nga furri se sa i fuqishëm është, por duhet edhe t'i shikojmë në bazë të pjekjes së tyre, si poshtë ashtu edhe sipër, sepse mund të na digjen shpejt. Mua më piqen për 20 minuta, por mund të piqen edhe për 12 deri në 20 minuta. Ju bëfshin mirë.